të programit Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam me një pianiste, megjithse moshën e ka të vogël, unë do ta quaj pianiste të madhe. Është Nikol Tuka. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe Nikol në studion ton. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Më vjen shumë mirë që të kam sot, sepse vërtet ato që të kanë ndjekur në koncertin tënd recital janë mahnitur nga tingujt e gishtrinjve tuaj. Të uroj sukses gjithmonë dhe të përgëzoj për këtë koncert recital që ti ke dhënë para pak ditësh. Shumë faleminderit. Në fakt, si u ndjeva? Unë eva shumë mirë sepse pjesë të programi normalisht i organizuar mirë edhe skena ishte e dekoruar shumë bukur, edhe salla e teatrit ishte mbushur gati plot. Edhe për një muzikant është një gjë shumë e bukur që me pas spektator. Një pianiste vetëm 13 vjeçe. 14, po të mos gabojnë. Ngjitet e sigurt në skenën e teatrit Migjeni dhe mbledh vullnetarisht të gjithë ato artëdashës që e duar trokasin, që ndjekin një koncert me një repertor të mrekullueshëm, të përzgjedhur me shumë kujdes në një atmosferë të tillë që Nikol sapo e tha, natyrisht ishte një magji. Një magji të interpretoje pjesë të repertorit që përbëjnë. Si fillim ishte Debussy Clair de Lune, pastaj Chopin et opus 25 numër 1. Mandej ka një lirik pranverore Simon Gjoni, pjesë shqiptare domethënë, edhe një prelud Rachmaninov, opus 23 numër 5. Mandej si një gjë që doshim me bëj ishte Konga me babën, Serenada Schubert. Mandej Appassionata Beethoven, të trija kot, edhe për me mjull ishte Rapsodi Ungareze Liszt numër 4. Ata që e njohin muzikën, por jo vetëm, dhe ata që din teknikën e të interpretuarit në pianoforte, mund ta mendojnë se çfarë repertori, i çfarë niveli ka qenë koncerti i Nikol dhe gjithë ky sukses dhe duar trokitje që ajo ka patur në skenën e teatrit Migjeni. Edhe një herë në emër të dëgjuesve që na ndjekin në këtë moment, dua të të uroj pafund. Në fakt, kjo nuk është diçka e rastësishme, sepse patjetër që vjen pas një studimi shumë të gjatë tëndin, apo jo? Do më tregosh diçka, Nikol, si e përgatitur për këtë koncert? Si jam përgatit, si tona herë të tjera, në fillim vitit kam marrë programin, në bashkëpunim me Zyshen, normal, edhe kur po me që gjithësha, dhe më thonë edhe pjesë ishin përgatitur në mirë, mendume se mos me bëlla një koncert tjetër recital, se nuk është i parë, është... Do ta zbulojmë pak më vonë, por le të qëndrojmë te ky fundit, sepse natyrisht vërtet ke patur një sukses të admirueshëm. Dhe ti studion, Nikol, çdo ditë, studion me orë të tëra, pa më trego paksa, sepse ti je akoma e vogël, do thosha një adoleshente që rritet dhe orët e studimit i kanë rrëmbyer paksa orët e lojës, apo jo? Po, normal, unë studioj rreth 2-3 orë në ditë, edhe mundohem që me i bë ata ndoshta edhe mos me bë 2 orë me bë për ditë atë studim, edhe mos me lënë as një ditë po studiu. Se ajo është një ndër gjonat më të rëndësishme, domethënë, pianos. Ti ngrihesh herët, stërvit paksa gishtrën? Jo, nga që kam shkollë edhe nuk është se kam shumë kohë në nade, thjesht ndoshta në fundjava e doj studimin para dite ose edhe mas dite. Ndërkohë ti je në klasën e 9. Në shkollën artistike Prenjakova, natyrisht përgatitja e përditshme e mësimeve është njëra anë, pianoja është ana tjetër. Dhe këtu ti ke botën tënde, tek tingujt. Po. Më trego pak se sa
natyrisht edhe vështirësi ka për të zbërthyer të gjithë pjesët, por ajo që është më e bukur është emocioni që të fal, kënaqësia, apo jo? Po, normal është një kënaqësi shumë e madhe dhe në krahasim me punën që bëhet, për shembull po marr koncertin, është një satisfaksion shumë i madh. Edhe kur kryen koncertin nuk është se i llogarit ata orë pune që ke harxhu për me mësu pjesë. Ne jemi post koncert dhe tashti kemi një satisfaksion të madh. Apo? Në fakt, siç e përmendët, një repertor kaq special, pati edhe diçka interesante, siç më the më herët, një numër special që ti ke realizuar me babën tënd, Aleksandër Tuka, i cili është këngëtar dhe unë e njoh herët kur ai ka kënduar në festivalet e këngës për fëmijë dhe më duket si çudi se si kanë rrjedhur këtë vite dhe tashti vajza e Sandrit është artiste. Ti realizove, si mendove këtë numër, si erdhi ky numër tek ju? Po ishte mendimi që jo vetëm me bë një koncert që të ketë vetëm unë piano, po edhe një numër ndryshe. Edhe ku ka më mirë se me bë një këngë me babën. Edhe nuk ishte, më thonë, hera parë që i bëshim bashkëpunim, edhe herë tjera ka pas, edhe ishte edhe kënga ishte tepër që më pëlqen qysh ka shumë kohë edhe që e dëgjoj me shumë kënaqësi. Edhe mund të sillim pak një motiv? Ja, me kënu nuk është se knojun, po më mirë, ja. Mirë, kërkon diçka shumë perfekte. Mirë, Nikol, në fakt, ky është një, do thosha, një shtrat i butë i joti me muzikën, sepse duke qenë se prindi yt është muzikant, të ka ushqyer shumë në rrugën e artit tënd. Po, normal që është në ka ushqy sepse jam rrit me muzikë edhe kur ka ardhur momenti me më regjistru, do më thonë një shkollë për me hin klasë parë, ishin prind që vendosne që me hin shkollë muzikë, sepse normal një fëmijë 6 vjeçar nuk ka si me ditë se ç'a don me bë. Ato kishin vënë re diçka të veçantë këti, siç është prirja dhe talenti për muzikën. Po, kanë vure që kam vesh muzikor, thjesht kanë pas mendimin edhe mandej me kanë qenë në profesorat ndryshe që me vërtetu, domethënë, a vlej për me hi në shkollë muzikë se po jo. Pra, hyrja ka qenë e sigurt. Por për zgjedhja e instrumentit, si është bërë me pianon? Ti ke patur një lidhje të hershme apo në momentet e para të shkollës pastaj je dyzuar dhe ke vrapuar tek pianoja? Jo, në fakt, nuk është se kam pas në lidhje të hershme, pak muaj para se me fillu shkollën kam pas një njohuri të vogël për piano. Kështu që qysh se kam bë konkursin për me hi në shkollë, kam di që kam e vazhdu për piano. Dhe ty të duket instrumenti mrekullueshëm. Po, normal. Në fakt, kështu është. Unë di edhe një lidhje të hershme, më të hershme të preardhjes tënde muzikore. Nuk është sekret, sepse gjyshja e mamit tënd, Aneta Nika, ka qenë këngëtare ndër pjesëmarrësit e operës së parë Mrika, e cila është shfaqur 60 vjet më herët. Daja i gjyshes tënde ka qenë Doc Shllaku, një prej muzikantëve të shquar, e për të vazhduar më pas me dinastinë, me Gjon Shllakun e të tjerë. Pra të gjithë këto përbëjnë rrënjët tuaja që janë ushqyer mirë. Ti i ke njohur më herët, besoj se ose ti e vogël, por ke dëgjuar për ta. Po, normal që kam dëgjuar dhe ndjenjem shumë krenare që kam paraardhës, po thona tio, më të lidhur me muzikën edhe të rëndësishëm në qytetin e Shkodrës edhe në Shqipëri.
Do thosha diçka shumë e bukur, unë kam një kujtim shumë me pikrisht me gjyshen e mamit tënd, zonja Aneta, kur realizova një program me pjesëmarrësit e operas Mrika, vite të shkuara dhe vërtet një emocion të papar dhe të mrekullueshëm si një ndërpërqueset e artit muzikor në Shkodër. Nuk është pak. Jo, nuk është. Gjithsesi, le të vazhdojmë bisedën tonë, sepse të flasësh me një pianiste do të thotë të flasësh me gjuhën e tingujve dhe ti flet çdo ditë, sepse je në një shkollë arti, siç është shkolla Prenjakova. Studion me mësuese Dorina Saraçi. Më trego pak sa për shkollën, për marrëdhëniet tënde me mësuesit, me shokët, shoqjet, me pianon aty, natyrisht mesazhet që zhvillohen çdo semestër. Po, kam një marrëdhënie shumë mirë edhe me Zyshen, edhe me mësuesit e tjera të lëndëve përgjithshme. Edhe me miq gjithçka shkon mirë. Do të thonë, i kam shumë miq atje, shoqe. Je pak çamarroke apo më tepër tek studimi? Çamarroke, nuk mund me thonë thjesht një fëmijë normal. Mirë, mësuese Dorina është mësuesja më afërt e instrumentit, apo jo? Si të ka ndihmuar ajo, si të ka ushqyer ajo që të vazhdosh nga një koncert në teatrin, nga një pjesëmarrje, nga një orë mësimi në teatrën, për të patur natyrisht rezultate? Një mësues, sidomos instrumenti i mirë, që është në fillim është për mos me thonë një në gjonat më të rëndësishme në rrugën e artit, të më thonë. Edhe normal që Zysh Dorina më ka ndihmu shumë, që është në hapat e parë të mit në piano, kurse tesh në gjatë orës mësimit bëjmë më shumë si bashkë bisedim, sepse edhe unë mundohem që disa gjana edhe mos me e lodhë Zyshen e mi ballën në shtëpi, që në fund një orë mësimit me mu marrë me detaje dhe me ndryshime të vogla. Natyrisht, kjo është shprehje një talent të spikatur, ku tashmë, megjithse ti akoma në rrugën e vazhdimit të artit, ke kaluar në ato nivele që i ka përcejnë ato vështirësitë elementare ose të vogla ose të ecurisë, po merresh me trajtimin e mjaftë çështjeve dhe problemeve profesionale, artistike në realizimin e pjesëve. Në fakt, Nikol, le të zbulojmë pak sa nga ecuria jote e mëhershme. Nuk është koncerti i parë recital, siç the. Nuk është pjesëmarrja e parë, të kemi parë tek virtuozët në koncerte të tjera, por në fakt ti ke 30 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, çka do të thotë një veprimtari e pasur koncertale. Po, unë gjithsej kam bërë 4 koncerte recitale, dhe i pari ka kanë në moshën 10 vjeçare, mandaj 11 edhe 12, 12 vjeçe. Mandaj vendosa që në moshën 13 vjeçare bëna, po thona, një pushim sepse kisha angazhime tjera, kisha një masterclass në Gjermani edhe me lujt në disa koncerte në qytetet ndryshme të Gjermanisë. Edhe u riktheva edhe herë në Shkodër, sepse edhe koncertin e tretë e kam bërë te Ministria e Kulturës në Tiranë, edhe vendosa që me bën në salën e teatrit Migjeni. Të qëndrojmë pak sa tek kjo ecurie jotja, ke bërë një masterclass në Gjermani, disa koncerte të tjera që i kanë kaluar jo vetëm skenat e Shkodrës, por skenat shqiptare dhe për më tej kufive. Çfarë ke ndjerë? Për shembull, ke shkuar një periudhë kohe në Gjermani për të studiuar. Më trego. Po, dhe para 2 muajsh isha për një masterclass tjetër, një vend tjetër të Gjermanisë me 9 profesora të ndryshëm, të tonë nga shtetet ndryshme, për shembull nga Korea, Italia, Gjermania, Rusia aty. Masterclasset janë një mënyrë shumë e mirë për me marrë eksperienca të reja, sepse edhe krijon amësi të reja, sepse ka shumë fëmijë tjerë pianista edhe shkëmbën, si më thonë,
kultura të ndryshme të luajtunit në piano. Po. Ty për shembull, çfarë të ka bërë përshtypje në këtë marrëdhënie? Përshtypje më bën që ne, sepse ka pas edhe fëmijë shqiptar të tjerë, ne si vend nuk është se bëjmë diferencë për keq në jashtë shtetit, po, edhe tonë profesorat na trajtojnë isoj si nxënësat e tyne. Po, natyrisht. Edhe nuk na thonë gjana asnjë gjë për keq. Pra jena në rrugën e duhur, mund të thonë, merren vetëm me detaje të vogla që e bën një pjesë më. Pra gjithsesi shkolla shqiptare e interpretimit është konkurruese dhe mund të thuhet edhe vlerësuar. Ti për këtë edhe ke marrë çmime apo jo? Po, 30 çmime kam marrë edhe... Sa modeste je, moj zemër, i përmendë si një shifër krejt e natyrshme. Edhe ke të drejtë, sepse ti je në rrugën tënde të suksesit dhe kush e di sa do të shtohen çmimet të tjera. Edhe, po, çmimet në më të rëndësishme, mund me thonë edhe në Itali, në Gioia del Colle të Bari, ku kam kanë vjet, ku kategoria ishte 13 deri në 15 vjeç. Po. Dhe në atë konkurs unë mora çmim absolut të kategorisë teme. Po ishte, domethënë, hera parë që ishte hera parë që shkosha as larg për një konkurs, edhe sa më i rëndësishëm të jetë organizimi ose sa më larg që të jetë, përgjegjësia është më e madhe, sepse edhe prind mundohen që me ndihmu me gjithçka. Po, natyrisht. Dhe çfarë ndjeve? Kjo pas ka qenë një lajm i fuqishëm që në të vërtetë mua më ka ikur. Kërkoj ndjes për këtë. Por gjithsesi unë mbetem gjithmonë me interes, sepse një pianiste e madhe që vlerësohet me këto çmime duhet të ketë një interes dhe për kujdes të jashtëzakonshëm. Pastaj ti u ktheve dhe vazhdove përsëri ke të tjera çmime apo jo? Po, këtë vit mora çmimin absolut në Tiranë te konkursi EPTA. Edhe mëndoj në natën finale, ku konkurrojnë vetëm çmimet absolute, mora çmimin e madh Lola Gjoka. Pastaj shkova në konkursin Piano Talents Milano. Të janë vetëm çmimet disa prej çmimeve e fundit, po. Edhe mora çmim dytë, që ishte gjithashtu mirë, sepse kishte konkurrenta prej 33 shteteve të ndryshme të botës. Natyrisht të ngjitesh në zonën e çmimeve, të marrësh çmime kaq të mëdha, do të thotë diçka shumë të mrekullueshme, apo jo? Në fakt, kur merr një çmim dhe del nga skena, domethënë del nga skena pas ekzekutimit, e kanë fjalën, ose pasi ke marrë atë trofe, çfarë të pret? Si ndjehesh? Kush është i pari që të takon zakonisht? Po zakonisht prind normal, edhe gjyshja, edhe zysha pianos janë të parë gjithmonë që më të afërmit. Po. Dhe ndjehesh patjetër me krah, me flatra. Edhe shumë me flatra, jo, sepse duhet me çmimet dhe janë minjera, po është një arsye për me vazhdu me punu sa më shumë. Edhe bo me marrë një pianist ka në çdo lloj eksperjencash. Edhe janë një arsye për me vazhdu me punu sa më shumë. Jo me thonë e mora këtë çmim tash edhe nuk kam nevojë për me vazhdu me studiu. Sa bukur, ti je vogël, por shumë e pjekur. Mirë, në të vërtetë, unë desha të pyesja se si ndjehesh tani pas këtij koncerti recital, ke një periudhë pushimi, po ti ma dhe përgjigjen që më herët, sepse ke një tjetër angazhim, apo jo? Në fakt, vetëm pas koncertit kisha vetëm 2 ditë pushim, bëna vetëm 2 ditë pushim, edhe tesh kam vazhdu programin e ri, repertorin pjesë të reja, puna është edhe më madhe se me pjesë të kalume, sepse do të deshifrohet pjesa, është
shumë e rëndësishme, një fillim i marrë, domethënë. Ti më herët më përmende Beethoven, Debussy, Rachmaninov, e të tjerë të tjerë. Këto patjetër mbesin në repertorin tënd. Gjithmonë gjen një kohë që ti rifreskosh. Jo, faktikisht është pak e vështirë për mi marrë këta pjesë, po kryesoret i përsëris ndonjëherë. Kurse tjerat nuk mundem sepse kanë se edhe repertori i ri është shumë i gjerë edhe i ngarkuar, po. Edhe nuk është se kam shumë kohë për me përsërit pjesët e vjetra. Por me një rifreskim ti mund t'i sjellësh edhe një herë. Për repertorin e ri, çfarë mund të më thuash? Po kisha dashur me lënë surprizë, edhe vetëm ndoshta në fund të këtij viti do të bëj një koncert me orkestër. Çfarë? Edhe po si mbyllje, domethënë 9 vjeçares. Edhe një gjë ndryshe, sepse koncert me orkestër nuk është se kam realizuar vetëm një pjesë kur kam qenë 10 vjeçë, kam bërë një pjesë shkurt me orkestër. Ishte edhe ajo një eksperiencë shumë e bukur, sepse e vogël edhe nuk isha provu ndonjëherë me lujt me orkestër, tash shpresojmë që ka me shku mirë. Edhe koha jote e lirë është përveç pianos, kuptohet që nuk është kohë e lirë, është kohë shumë e zënë, por është një kënaqësi. Është pak celular, libër, lojra, diçka tjetër, shëtitje, çfarë do të më thuash? Po celular normal, sepse çdo fëmijë i moshës time e përdor, ndoshta jo tan, po shumica, edhe han një pjesë të madhe të kohës time të lirë. Po librat, kam një libër për momentin, një libër fizike, se fizika dhe matematika janë eksakte, shkencat eksakte në përgjithësi janë të preferumet e mia. Edhe e lexoj, është i Stephen Hawking, shkencëtari që u nda nga jeta para pak kohe. Edhe e lexoj një periudhë që kam pushim midis lëndëve të përgjithshme dhe pianos në shkollë. Lexoj 2-3 faqe pak, kurse pas studimit kam detyrat, normal detyrat e shtëpisë prej shkollës, edhe pasion kam edhe pikturën. Çfarë? Do të më thuash pak sa edhe për këtë? Po mama jam është piktore, edhe nuk është se nuk është se merret shumë me mua, e bëj vetëm për çejf. Dhe mundohem që kohën e lirë ndonjëherë, jo shumë shpesh, se nuk është se kam shumë kohë, pikturoj ndonjë gjë, vizatoj më shumë. Çfarë ke pikturuar për shembull? Po gjanat vogla, tesh bëjmë edhe artin pamor në shkollë, merrem me detyra që na mësuesja artit pamor. Të pëlqejnë peizazhet, portretet, kompozimet? Portretet janë të vështira. Vështira, po më shumë jena në fillime të fillu, kam bë vizatime të vogla, dikur kam bë kartona. Në ndryshëm, domethënë, to më ngjarri këta. Po shumë. Edhe u çuditsh edhe vetë se si rrishem i bë godi fix si një foto. Dhe kështu, gjana të vogla, kam një blok të vogël. Kështu e quan ti, se je modeste. Miqtë e mi të programit Mirëmëngjes Shkodër. Në fakt unë kam këtu në studio një talent që më mahnit me të gjithë curinë e saj. Është pianistja Nicole Tuka, që vërtet do të thosha një vajzë me parametra të veçantë, shumë të suksesshëm, një pianiste me një ecuri të mrekullueshme në artin e saj, por edhe një personalitet në formim me disa cilësi të veçanta që lidhen natyrisht me përgatitjen e saj, të formuar tashmë. Nicole, ishte shumë kënaqësi që të erdhe sot në studio. Shumë kënaqësi edhe për mua. Në të vërtetë besoj se është e dëgjuesve dhe imja më e madhe, sepse ti na ke dhuruar shumë çka.
tinguj, artin tënd, por tani po shoh se është shumë e madhe kjo gjë, sepse ti je një vajzë jo e zakont, me të gjithë prirjet tuaja dhe seriozitetin që të karakterizon. Besoj se arritjet tuaja do të jenë akoma më të mëdha dhe patjetër që shumë kush në këtë momente që na dëgjon, thot, unë do të jem në radhën e parë të koncertit të ardhshëm për të duar trokitur Nicole Tukën. Faleminderit. Unë besoj që mami, Inga, baba, Sander janë shumë krenar për ty. Po, jam shumë krenar se kam arrit diçka që jo çdo fëmijë i moshës time mundet me arrit. Dhe për këtë besoj se ishte akoma më shumë e bukur që ti ishe sot në studio, që na dhe na fale këto ndjesi të mrekullueshme dhe mësuam për këtë ecuri tëndën, do ta quaja të jashtëzakonshme. Të uroj gjithmonë sukses zemër, qofsh gjithmonë e tillë me ecurinë tënde, me artin tënd, e cila ushqen shumë edhe na bën të ndjehemi krenar si shkodran. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.